Rapsodit Matjan Nezir Dalipneli jepet titulli qytetar nderi i komunës Dërjan pas vdekjes nga Këshilli i komunës Dërjan si një përfaqësues dinjetoz i rapsodisë matjane, me këtë rast në kuadrin e 40 vjetorit të ndarjes nga jeta dhe të 90 vjetorit të lindjes së Nezir Nelit, në një nga lokalet e qytetit të Burrelit u mbajt një ceremoni homazh në ndërim të veprës dhe krijimtarisë që la pas një ndër themeluesit e orkestrinës popullore matjane. Nderonin me pjesëmarrjen e tyre në këtë veprimtari përfaqësues dhe të zgjedhur të pushteteve vendore, Dërjan dhe Burrel, nënkryetari i Këshillit të Qarkut Fehmi Hoxha, drejtori i Mat Televizion, njëkohësisht kryetari i shoqatës së mediave Mat, Luftim Vani, përfaqësues të shoqatave dhe mediave të tjera në Mat, miq, të ftuar e familjar. Pas fjalës së rastit që mbajti moderatori i kësaj veprimtarie, njëkohësisht drejtori i gazetës Mati, Qemal Cenaj, kryetari i Këshillit të Komunës Dërjan, Hysni Stafa, u ftua të lexojë vendimin nr. 23 datë 11/10/2012 për dhënien e titullit qytetar nderi i komunës Dërjan pas vdekjes zotit Nezir Dalipneli, ndërsa djalit të tij Fatmir Nelit këtë titull ja dorëzoi kryetaria e Bashkisë Burrel Adelina Farrici. Janë të shumta ngjarjet e mbledhjet, takimet, për urimet në këtë vit jubilar të 100 vjetorit, vitit të flamurit, 100 vjet, një shekull në mendime e ide të bashkuara. Për një qëllim, shqiptarët kanë vendin e vet të përfaqësimit, kanë gjuhën, trashëgimin, kulturën, kanë forcën e përkushtimin për t'i ruajtur e konsoliduar vlerat më tej. Sot, në bazë të vendimit të Këshillit të Komunës së Dërjanit, mblidhemi për të kujtuar Nezir Nelin, partizanin e ushtarakun, njeriun e minjerave dhe të këngës. Në vendimin nr. 23 datë 11/10/2012 vendosi të shpall qytetar nderi pas vdekjes së zotit Nezir Dalipneli. Me këtë motivacion, për kontributin e dhënë në themelimin e orkestrës popullore matjane dhe përfaqësimin dinjetoz të rapsodisë matjane, si edhe për rinjitetin e tij virtuoz në skenën festivalit lokale kombëtare për Këshillin e Komunës Dërjan, kryetari sekretari. Unë kam kënaqësi dyfisht. E para njerë për këtë respekt që më bëri komuna, dhe e dyta, unë po i jap këtë titull kolegu tim, Fatmirit. Me Fatmirin kam punu një jetë gjatë dhe unë vetëm ditë them kaq. Njerëz si babai i Fatmirit kanë qenë të pak dhe të rrallë. Ajo çka ne na kënaq është që në memorin e këtij komuniteti këta individ nuk janë harruar. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen. Ky titull vlerësimi qytetar nderi i komunës Dërjan për babain tim vjen në një vit të vlerësuar, siç është viti jubilar 100 vjetorit të pavarësisë, por që korrespondon bukur edhe me 90 vjetorin e lindjes së babait tim dhe me 40 vjetorin e ndarjes nga jeta e tij. Ky titull vlerësimi tregon dhe një herë është një dëshmi e gjallë se të gjithë ata që punojnë dhe kontribuojnë për ngritjen e vlerave të shoqërisë herët avon do ta marrin respektin dhe vlerësimin e saj. Edhe një herë ju falenderoj të gjithëve dhe në veçanti të gjithë ata që kontribuan dhe mundësuan ta bëjnë realitet dhënien e këtij titulli nderi. Faleminderit veç në lumturi dhe në gëzime u ashpërplepsh. Më pas për jetën dhe veprimtarinë artistike të Nezir Nelit të pranishmit u njohën përmes një emisioni të përgatitur nga Mat Televizion, kushtuar kësaj figure të artit matjan. Për figurat të tilla, edhe pse jetë shkurtër, por që lëm pas gjurmë në shoqëri, edhe pse kalojnë vite, gjithmonë dhe gjithkush ka se për çfarë të flas. Ndjehemi respektuar që më ftuan këtë takim. Më vjen mirë që Dërjani ditë vlerësoj shpirtin njerëzor, mençurinë njerëzore dhe përjetësinë, sepse i tillë është dhe rapsodi Nezir Neli. Unë kam pasur fatin në kuptimin që ta ndjek direkt nga skena, ishim shkollarë dhe kur vishin jepshin shfaqje gjëmonte Pallati i Kulturës nga zëri melodios i tij. Ai ishte i gjithë artist, edhe si njeri, edhe si familjar, edhe si poet, edhe si instrumentist, edhe si këngëtar, dhe më kishte bekuar natyra mrena nivelit të vet, dhe më për të qenë i tillë. Unë Nezir Nelin e kom njoh nga afër. E kom njoh në atë kohë kur ai punonte në një minjerë.